Duke pranuar se ka patur gabime si në drejtimin e Partisë Socialiste ashtu edhe në Bashkinë e Tiranës, Edi Rama ka deklaruar se pas 10 vjetësh në jetën politike nuk është më ai i pari dhe se ka ndryshuar. Rrëfimin e tij Rama e ka bërë në publik përpara anëtarëve të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, në të njëjtin vend ku pak ditë më parë kurorëzoi martesën e tij të tretë. Edhe unë jam ndryshe, pavarësisht se çfarë me siguri ka arritur të ndryshojë, cënoj, deformoj në imazhin tim publik balta e duzinës vite në këtë arenë, ku janë futur vetëm për ndryshuar gjërat e këtij vendi. Mund të kemë bërë dhe shumë gabime përkatëse në bashki apo në parti. Patjetër që tjetër është një gabim në gjykim, në vlerësimin e një situate apo marrjen e një vendimi. Tjetër është veprimi e vendimit për përfitime të paligjshme, kur e shfrytëzon detyrën. Veprime e vendimit të tilla s'ka pasur dhe s'do kenë kur të bëjnë me mua. Rama tha se socialistët mund të shohin shumë shpejt mundësinë e 2 mocioneve të mosbesimit për kryeparlamentaren Topalli dhe kryeministrin Berisha, për të cilët tha se janë përgjegjës të refuzimit të kërkesës së Shqipërisë për statusin e vendit kandidat, ndonse pranoi se këto nisma do të rrëzoheshin nga shumica parlamentare. Lidhur me këtë dështim të madh në rrugën e integrimit, dhe le ta shikojmë edhe mundësinë e nismës mosbesimit kryetares si një pengesë, një nismë mosbesimi pikërisht për këtë dështim të pashoq. Meriton edhe kreu i kësaj qeverie të dalë nga votat e vjedhura, dhe ta eksplorojmë dhe këtë mundësi si një akt dobishëm që mund mos sjellë rrëzimin e qeverisë, por padyshim mund nënvizojë qartë ndarjen mes atyre që në atë parlament mbrojnë interesat e oborit Sali Berishës dhe nesh. Duke deklaruar se socialistët janë ende të hapur për të negociuar me mazhorancën për ofertën e fundit për transparencën e zgjedhjeve, Rama tha se ai ka hequr dorë nga kutitë e fletëve të votimit, edhe pse publikisht ka kërkuar garanci që ato të mos digjen, pavarësisht se kodi zgjedhor përcakton qartë se kur materialet zgjedhore arkivohen, fletët e votimit duhet të asgjësohen. Asnjë fjalë nuk ka në tekstin e asaj oferte për fletët e votimit, sepse shqip fare nuk i kërkojmë fletët e votimit për këtë hetim. Por t'i dhënë fund kushëzimit marrëdhënieve në parlamentin, na mjaftojnë kutitë e materialeve zgjedhore në dispozicion të Komisionit Hetimor. Asambleja e Partisë Socialiste ka vendosur për rinisjen e protestave, por pa caktuar një datë të saktë për to. Vendim ky që i është lënë për t'u marrë kryesisë dhe truezës së opozitës së bashkuar. Ky forum i lartë i Selisë Roz ka votuar dhe për shtimin e radhëve të saj me emra të rinj dhe të vjetër, mes të cilëve dhe të larguarit nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe kryetarët e rinj të partisë në rrethe. Numri i anëtarëve të këtij forumi shkon në afro 200, në kundërshtim me atë që parashikon statuti i partisë, sipas të cilit anëtarët duhet jenë vetëm 161. Rama publikisht hodhi poshtë dhe propozimin e paraqitur nga Bashkim Fino për ristrukturimin e kryesisë së partisë.